Vihet në pranga 2 shtetas në portin e Durrësit, njëri në kërkim për drogë, tjetri pasi u gjetën 3 dokumenta të huaja, të dyshuara të falsifikuara. Si rezultat i kontrolleve të imtësishme të ushtruar në hyrje-dalje nga shërbimet e policisë kufitare të portit Durrësit, të bazuar në informacione policore edhe në analizat e riskut, janë kapur 2 shtetas që tentuan të kalonin kufirin në kundërshtim me ligjin. Policia ka bërë me dije se në vijim të veprimeve janë vënë në pranga shtetasit me iniciale GB 27 vjeç, banues në Fushkruj, i cili ishte shpallur në kërkim, pasi gjykata e Krujës në vitin 2020 e kishte dënuar me 4 vite e 8 muaj burgim për veprën penale, prodhim dhe shitje të narkotikëve. Veprimet të tjera procedurale për këtë shtetas do të kryhen nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë. I arrestuari tjetër është shtetasi me iniciale MM 28 vjeç, banues Tiranë, i cili gjatë kontrollit në dalje të Republikës së Shqipërisë, punojësit e policisë kufitare i kanë gjetur një pasaport, një kartë identiteti dhe një leje drejtimi të shtetit çek me gjeneralitetet e tij, të cilat dyshohet se janë të falsifikuara. Dokumentet u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurisë për veprime të mëtejshme.